Diaspora shqiptare e veshur kuqezi, ngrihet flamuri në qendër të Chicagos. Në përkujtim të ditës së flamurit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë, të plakut të urtë të kombit Ismail Qemali dhe vlorës historike, në organizimin e KSH-s do të mbahet manifestimi tashmë tradicional i ngritjes së flamurit në qendrën e qytetit Richard J. Daley në Chicago. Po bëhet një shekull nga ardha e diasporës shqiptare në vendin e lirë demokracisë, këndej detit, si thoshte Derada, për të nisur një jetë dhe frymë të re të familjes shqiptare. Në qytetin e Illinois, në qytetin modern të Chicagos, diaspora ndër vite ishte një zë i fuqishëm në kërkim të lirisë, pavarësisë së Kosovës dhe përkrahjes për ndryshimin e regjimit komunist në Shqipëri për të marrë drejtimin në diellën e familjes së lirë evropiane. Në Chicago, në shenjën e kaluar dhe këto vite, pati shumë veprimtari e ngjarje për të mbajtur gjallë shpirtin e shqiptarëve, ndonse po në këtë qytet ishte thirrje e zëshme që nuk kemi tjetër atë postokës se rrënjët e shqiptarizmës janë në Shqipërinë etnike. Në rastin e festës së flamurit, po përkujtojmë veprimtarët të frymës kombëtare që ndër vite e bartën më lart flamurin shqiptar në Amerikë dhe në Chicago. Në udhën e gjatë të veprimtarëve përmendej Yusuf Ademi, Qazim Ismaili, Faik Harjora, Tefika Shiku, Ajet Rushiti, Ilyas Drgovoja e të tjerë.